Flokët kalojnë një ritual të tërë çdo ditë, nga larja tek tharja dhe deri tek stilimi. Dhe disa zakone që na duken krejt të padëmshme mund të jenë arsye pse flokët duken të lodhur, të thatë ose me maja të ndara. Shpesh i përsërisin pa e kuptuar se sa shumë ndikojnë. Këto janë 5 zakonet e përditshme që ja vlen të ndryshoni sa më shpejt. Nëse i lani flokët shumë shpesh, u hiqni vajrat natyral që i mbajnë të shëndetshëm, ndaj skalpi prodhon edhe më shumë yndyrë. Ndryshoni gradualisht ritmin e larjes. Kur vendosni balsam, mos e bëni mbi flokë që pikojnë ujë, sepse produkti hollohet dhe nuk përthithet si duhet. Peshqiri i zakonshëm mund t'i thajë, por edhe mund t'i dëmtojë. Mikrofibra është shumë më e butë dhe shmang këputjen. Mos i krihni menjëherë pas larjes. Flokët e lagur këputen më lehtë, ndaj përdorni një krëhër me dhëm të rrallë dhe nisni gjithmonë nga poshtë. Shmangni tharësën me temperaturë maksimale. Nxehtësia e lartë i shkatërron fijet, ndërsa zgjidhni gjithmonë një nivel të mesëm për të ruajtur shkëlqimin dhe forcën e flokëve.